Epstein financoi Ukrainën për të prodhuar fëmijë gjenetikisht të përsosur. Financuesi pedofil Jeffrey Epstein dhe qeveria ukrainase kishin krijuar një program eugenik, bazuar në të cilin lindën fëmijë të dizajnuar gjenetikisht. Gratë u përdorën kundër vullnetit të tyre si inkubator njerëzor. Këto janë praktika që të kujtojnë Gjermaninë naziste dhe kërkimin e famkeqit, engjëlli i vdekjes Joseph Mengele. Dosjet e publikuara së fundmi të Epstein zbulojnë se financuesi ishte i përfshirë në një program gjenetik me programuesin e hakerave Brian Bishop. Korespondenca midis dy personave më 30 gush 2018 zbulon se Brian Bishop kërkoi fonde për të mbështetur programin e foshnjave të projektuara apo dizenjuara për përmirësimin gjenetik të njerëzit, për implantimin e embrionit dhe klonimin e tij. Në këto emaile, Bishop tregoi se po vazhdonte me testime në minj në laboratorin Ukrainas. Brian ka shkëmbyer korrespondencë me Epstein dhe ka ndarë informacione rreth kërkimit të tij. Më 21 prill 2018, Brian thekson se kishte disa pengesa për projektin, duke përfshirë rrezikun e reputacionit dhe çdo implikim financiar. Këtij mesazhi Epstein ju përgjigj me këto fjalë: "Nuk kam problem me investimin. Problemi i vetëm të mos shfaqem që jam drejtuesi." Brian thot se Epstein ishte ndoshta investitori i parë, për sa kohë që ruhet anonimati i plot. Por ai sugjeroi disa kushte, të tilla si shmangia e identifikimit publik të prindërve ose bamirësve, pasi media do t'i etiketonte ata si të kopshëm për jetën. Dokumentet pretendojnë se Epstein ishte i fiksuar pas transhumanizmit, idesë së përmirësimit të racës njerëzore përmes teknologjive të tilla si inxhinieria gjenetike. Thuhet se ishte dëshira e tij për të mbjellë në racën njerëzore ADN-n e tij. Ka pasur akuza të mëtejshme se Jeffrey Epstein përdori një vajzë të mitur si inkubator njerëzor. Ai shkroi se brenda pak minutash nga lindja e fëmijës, fëmia ju mor vajzës që e lindi. Ndërkohë vajza deklaron në ditarin e saj se ishte një përpjekje naziste, një depozit gjenetike superiore. Përmbajtja e ditarit nuk është verifikuar edhne nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara. Ky rrëfim në vetën e parë bën disa referenca për fermën e Epstein në New Mexico. Ajo shkruan: "Zemra ime i përkiste asaj, foshnjës. Ishte kaq e bukur. Ishte perfekte. Nuk mund të shkruaj se çfarë ndodhi. Jam tërësisht e shkatëruar. Kisha vetëm 10 deri në 15 minuta për ta mbajtur foshnjën dhe për ta ushqyer, para se ta ma merrnin. Ajo foshnjë është e imja." Këto shkruan në një fragment nga ditari Femra që u shndërrua në laborator. Vërehet se ka shumë raporte dhe prova se në Ukrainë kishte shumë laborator sekret të CIA. Në këto laborator, dyshohet se janë prodhuar edhe armë biologjike. Nuk është e qartë nëse laboratori që financoi Epstein ishte i lidhur me laboratorët e CIA. Rusia është justifikuar deri diku në pretendimin e saj se ka shpëtuar fëmijë nga Ukraina, nga trafikimi i qenieve njerëzore i kontrolluar nga një rrjet i lidhur me Epstein. Perëndimorët dhe ukrainasit, përkundrazi, pretendojnë se ky është një deportim me forcë i fëmijëve nga Ukraina në Rusi. Por ajo që zbulohet nga dosjet e Epstein tregon diçka tjetër. Rusët pretendojnë, me argumenta tashmë, se dokumentet vërtetojnë që Ukraina është një qendër globale për trafikimin e qenieve njerëzore me detyrime dhe ndërhyrje seksuale. Një postim i kohëve të fundit në platformën X, me më shumë se 3 milion shikime, tha se dosjet e Epstein konfirmuan presidentin Putin dhe i dhanë të drejtë, për faktin se ai nuk rëmbeu fëmijë nga Ukraina, përkundrazi evakuoi fëmijët për t'i mbrojtur nga shitja dhe trafikimi. Këto fakte të dokumentuara nga dosjet e Epstein nuk janë skandal. Janë vepra penale kundër njeriut, kundër njerëzimit, duke përdorur për laborator dhe prodhues vetë njeriun. Mast Channel. Please subscribe.